Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, bëri të ditur se ka zhvilluar takime të ndara në Bruksel në nivel kryenegociatorësh. Sorensen në njoftimin në platformën X deklaroi se është paraqitur plani i punës për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë për muajt e ardhshëm. Sa u përket hapave të ardhshëm, kryenegociatori ynë Agron Bajrami theksoi se Kosova insiston në zbatimin e plotë dhe jo selektiv të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit zbatues të Ohrit, që përfshin obligimin e Serbisë për të respektuar integritetin territorial të Republikës Kosovës dhe sovranitetin e institucioneve të saj në gjithë territorin e shtetit. Me të publikuar të listeve të kandidatëve për deputet, u qartësua se kush mbeti jashtë dhe cilët kandidat prinë në 10-shën e parë. Analistët politik vlerësojnë se në këto lista nuk pati ndonjë risi për ta theksuar. Listës së lëvizjes vetëvendosje i prin kandidati i saj për kryeministër Albin Kurti, pasuar nga Glauko Njufca, Donika Gërvalla, Avni Dehari e Albulena Haxhiu. Në këtë listë u përfshi për herë të parë edhe imami i Drenasit Osman Musliu. Kësaj radhe Kurti përfshiu në listë edhe ish kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, Ragmi Mustafi. Jashtë listës u la ish deputeti Driton Hyseni, derisa nuk u përjashtua Fatos Geci, i cili në kuvend bëri deklarata të rënda për Hashim Thaqin dhe fyerje për Vlora Qitakun e PDK-s. Lista e PDK-s kryesohet nga Betri Hamza, kandidat për kryeministër, Uran Ismaili, Vlora Qitaku, përparim Gruda e Arjan Tahiri. Në listë u përfshi edhe Najt Hasani, i dyshuar për manipulim votash në zgjedhjet paraprake, të cilin nuk e kishte propozuar dega e PDK-s në Prizren. Ndaj përfshirjes së një numri kandidatësh nga Prizreni, ka reaguar Shaqir Totaj, kryetar i degës së PDK-s. Ndër emrat e ri në këtë listë janë Shemsi Jashari, Skënder Hoxha e të tjerë. Listës së kandidatëve të LDK-s i prin Vjosa Osmani, pasuar nga Lumir Abdigjiku, Kujtim Shala, Doar Sakica, Lutfi Haziri e të tjerë. Jashtë 10-shës u lanë 2 figurat e kësaj partije, Avdullah Hoti e Hykmite Bajrami, teksa para tyre u vendosën Albena Reshitaj e Jeta Statovci. Në këtë listë u përfshi edhe Kreshnik Çollaku, ish deputet i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Fahrije Hoti e të tjerë emra të rinj. Numri 1 në listën e AAK-s është kandidati i saj për kryeministër Ardian Gjini, pasuar nga Besnik Tahiri, Time Kaldriaj, Bek Berisha, Arber Tolaj e të tjerë, derisa Ramush Haradinaj u radhit i 11 në listë. Si risi në këtë listë është kandidati Avni Arifi. Partia Socialdemokrate ndërkaq do të garoj vetëm me 6 kandidat: Dardan Molliqaj, Floren Krasniqi, Natyra Kuqi, Nol Nushi, Frashër Krasniqi dhe Teut Rusta. Politologu Albinot Maloku thot se listat e partive politike nuk përmbajnë ndonjë risi të theksuar. Nuk ka në një risi të veçantë ose në një befasi ose diçka që mund të konsiderohet si vlerë shtuar, ndoshta edhe për arsye të rrethonave të cilat erdhen këto valzedhjesh, dhe kam përshtypjen që vëmendja edhe nga subjektet politike, pavarësisht tentimit për të dukur në opinion, është vetëm tek qëllimi fitores ose i fuqizimit të partisë paraprakisht. Gjithsesi është fatkeqësimi po kandidat prapë për deputet, ata cilët kanë pas keqpërdorime. Përdorisa ose në qoftë se kanë shtetësinë e Republikës Kosovës, kandidatët për deputet të cilët kanë ardhur qoftë nga Shqipëria, qoftë nga lugina e Preshevës, të drejtën e kanë, duke e pas shtetësinë e Republikës Kosovës. Mirë po, të njëjtit sa do t'jenë të levërdeshëm, nuk është se janë treguar të levërdeshëm as në vendet e tyre, lere më që do t'jenë me ndonjë perë të veçantë në Republikën e Kosovës. Afati për dorëzim të listave në KQZ përfundoi mbrëm pas mesnate. Listat nuk i dorëzuan vetëm 4 subjekte politike. Lëvizja vetëvendosje prinë me numrin e kandidatëve që kanë probleme me ligjin, ndërsa pasohet nga partitë e tjera, vlerësojnë Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe juristët.
Partitë politike as kësaj radhe nuk janë kursyer që në listat e tyre zgjedhore të kenë kandidat që në një formë apo tjetrën janë përfshirë në raste penale. Drejtori i Institutit për Drejtësi Ehat Miftaraj thotë se LVV-ja prin me numrin më të madh të këtyre kandidateve. Sipas tij, krahasuar me vitin e kaluar, partitë e tjera kanë më pak kandidat me probleme me ligjin. Edhe këso here, në theks veçantë lëvizja vetëvendosje në kuadër të listës së kandidatëve për deputet, ka një numër të madh të kandidatëve të cilët kanë probleme serioze me ligjin. Në atë parë kemi numër të madh të kandidatëve të cilët janë të dënuar për vepra penale që lidhen do të thotë kryesisht me rrezikimin apo pengimin e personave zyrtar, mbajtja e armës, pjesëmarrjen turp, për raste të cilat do të thotë janë në procedura, por pamë që kemi edhe persona të cilët janë të akuzuar për vepra penale të korrupsionit apo personat që ndenuar kohëve të fundit do të thotë për vepra penale që lidhen me kanosjen apo kërcënimin e gjyqtarëve apo të prokurorëve. Në raste kur shohim raste të tilla, do të thotë ku partia në pushtet, e cila ka plot gojen vetting, plot gojen së ndim të ligjit, qeverisje të mirë dhe të shosh, mbi 20-30% të listës me kandidatë të cilët ose janë procedura penale ose kanë probleme me ligjin, është e pakuptim. Ka edhe në partitë të tjera, por nëse morëm për bazë vitin e kaluar, partitë e tjera si duket kanë reflektuar. Kandidatët do t'i nënshtrohen verifikimit në organet përkatëse të drejtësisë nëse të njëjtit plotësojnë kriteret për të kandiduar për deputet në zgjedhjet e qershorit. Ish-kryetari i gjykatës së apelit, avokati Hasan Shala, thotë se kandidatët që kanë probleme me ligjin nuk duhet të jenë pjesë e kuvendit. Nuk ka mundësi tjetër për ndërshkem për këtyre persona përveç vota e qytetarit. Andaj unë besoj dhe uroj që qytetarët do të kenë kujdes kujt do t'i japin votat, që mos i japin votat ata që kanë probleme me ligjin, nga se nuk e meriton ky popull ta kemi një parlament i cili ka persona me vepra penale apo me dyshime që kanë kryer vepra penale, sidomos me vepra të shpërdorimit detyrës zyrtare dhe korrupsionit. Këtu shumë janë edhe ndërhetime, ende s'ka akuzë, përveç më duket me akuzë është Rozeta Hajdari, e këta shumë kandidat tjerë janë ndërhetime të VV-s, mas shumë diko. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, një person nuk mund të certifikohet si kandidat nëse është dënuar në 3 vitet e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Nëse është funksionar me status të veçantë në bazë të ligjit në fuqi për zyrtarët publik, si të nëse ka dështuar të paguajë gjobën e vënë nga PZAP-i ose KQZ-ja. 85 deputet të legjislaturës 10 kanë deklaruar në Kuvendin e Kosovës se nuk kanë të hyra të tjera financiare për të përfituar pagën kalimtare prej rreth 2.000 euro në muaj. Derisa kryeparlamentari arsyeton kërkesën e tyre, monitoruesit e Kuvendit thonë se një deputet do t'i kushtojë buxhetit rreth 23.000 euro në muaj. 85 deputet të legjislaturës së fundit janë deklaruar se nuk kanë punë tjetër për ta përfituar pagën kalimtare, pavarësisht faktit se ata kanë punuar vetëm rreth 3 muaj si deputet në Kuvendin e Kosovës, në rast se nuk rizidhen për deputet, ata këtë pagë do ta përfitojnë për 12 muajt e ardhshëm. Ndërkohë, 120 ligjvënësit gjatë mandatit të tyre, i cili zati vetëm 77 ditë, sa kuvendi është funksional, futën në xhepat e tyre mbi 900.000 euro, derisa stafi i tyre mbështetës mori mbi 189.000 euro. Ndërkohë, sipas një llogaritjeje të thjeshtë, për 12 muaj, 85 deputet, të cilët nëse ju aprovohen nga kuvendi përfitimi pagës kalimtare, pritet t'i kushtojnë buxhetit të shtetit rreth 2 milion euro. Kryetaria e Kuvendit në legjislaturën e 10, Albulena Haxhiu, thotë se përfitimin e kësaj page për deputet e mundëson ligji. Megjithatë, sipas saj, ky ligj do duhet të ndryshonte. Por unë jam shumë e gatshme që në të ardhmen në qoftë se ka iniciativa që dëshirojnë të ndryshojnë këto rregullime ligjore që ne kemi gjetë prej kohësh këtu, atëherë jemi shumë të hapur që t'i diskutojmë. Për shembull, mund të marrim praktika të ligjeve tjera, ashtu me kryetarin e Kuvendit, në qoftë se nuk jenë këtë mandat për më shumë se 6 muaj, nuk mund t'i gëzosh privilegjet e kryetarit Kuvendit, por jo kështu. Ta zëm 1 muaj me qenë deputet, mandej pagën kalimtare merr për 1 vit, mendoj që kjo nuk është e drejtë, por është e bazuar në legjislacionin në fuqi.
Bëhet e ditur se për pagën kalimtare të zgjat 12 muaj pas përfundimit të mandatit nga lëvizja vetëvendosje kanë aplikuar 46 deputet, nga Partia Demokratike 13, nga Lidhja Demokratike 8 deputet, nga Aleanca 6 deputet, ndërsa nga Pakicat jo serbe 10 deputet dhe nga lista serbe 2 deputet. Në mesin e deputetëve që kërkuan pagën kalimtare, u raportua të jetë edhe deputeti lëvizjes vetëvendosje, Avni Dehari, i cili gëzon edhe pensionin e moshës. Ndonë se mbetet e paqartë nëse Deharit do t'i pranohet kërkesa e tij për pagën kalimtare. Ajo që dihet tashmë është se një ligjvënës pa kryer asnjë punë për interesin e qytetarëve, pritet t'i kushtoj buxhetit rreth 23.000 euro në vit. Hulumtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Melos Kolshi ngrej paralele mes numrit të deputetëve të legjislaturës së 10 që kërkuan pagën kalimtare dhe shkallës së papunësisë në vend, duke theksuar se përqindja e deputetëve që kërkuan këtë pagë te kalon nivelin e papunësisë në Kosovë. Legjislatura të cilën e lëm pas nuk është një legjislaturë e cila duhet që të mbohet mend për çështje pozitive apo për një punë të cilën e kanë bërë Kuvandi i Republikës apo kjo legjislaturë, për arsye që ne dim që kjo legjislaturë kishte qenë goxha ashtu jetë shkurtër dhe se nuk ka qenë as ofër ta përfundoj mandatin e saj të plot, kështu që i mbetet deputetëve që ta vlerësojnë çështjen se a duhet që të aplikojnë për këtë pagë kalimtare në mënyrë që duke pas parasysh faktin që duke marrë këtë pagë kalimtare atëherë rëndohet edhe buxheti i shtetit. Përveç deputetëve të legjislaturës së 10, pagën kalimtare po vazhdojnë ta gëzojnë edhe 15 deputet të legjislaturës së 9. Kuvendi i Kosovës ka thënë për Radio Televizionin 21 se për paga kalimtare të deputetëve të legjislaturës së 9 u shpenzuan mbi 400.000 euro. Në këtë shumë përfshihen edhe deputetët që janë rizgjedhur sërish, e të cilët më pas kanë përfituar nga paga e rregullt dhe jo kalimtarja. Dërsa dëgjuam për benefitet e deputetëve, Partia Demokratike e Kosovës sot ishte shënjestër e aksionit simbolik të social-demokratëve. Kryetari Dardan Molliqa i tha se PDK-ja po udhëhiqet nga një grup i vogël individësh që bashkëveprojnë me njëri tjetrin dhe ndajnë interesat të ngjashme në vend se të përfshin të tjerët. Sipas fotografive që u shpalosën, PSD-ja pretendon se udhëheqësi i këtij grupi është Turan Ismaili. Qysh edhe deni partia më e madhe opozitare, asnjë kauz, asnjë protestë, asnjë çështje të rëndësishme nuk e ka ndjek. Shtrohet pyetja pse po i ndodh kjo Partisë Demokratike të Kosovës. Arsyeja më e thjeshtë dhe më e qëndrueshme është se ky kryetar është veç fytyra që keni me e pa sot. Por realisht Partinë Demokratike të Kosovës e ka kap një klik e cila e udhëheq i klikës PDK-s edhe i klanit mbrana PDK-s është Turan Ismaili. Para mendojeni, nga 4 anëtarë të kësaj klike, 2 prej tyre as nuk garojnë. Njëri ka qenë kryetar partije, tjetri ka qenë shef i grupit, ministra, as nuk hin garë fare. Por janë vendimarrësit në këtë parti. Mbledhja e kryesisë ka qenë veç formalizim i vendimit të këtij. Dhe e dini po ashtu që në kryesinë e PDK-s nuk është votu. Pra ka pas një debat shkurt, kryetari u qu dhe ka mbyll çështjen pa debat për këtë punë. Sepse klika ka kushzu që nëse kthehet Fatmir Lima, i këta nuk marrin pjesë. Dikush nuk bëhet shef shtapi, dikush nuk hen listë e dikush nuk garon. Kota janë thirrjet e qytetarëve dhe të kompanisë pastrimi për ta zgjidhur një herë përgjithmonë problemin e bërllogut që ka mbërthyer kryeqytetin e Kosovës. Mbeturinat dhe mbetjet inerte e kanë bllokuar një pjesë të konsiderueshme të kryeqytetit. Momentalisht, mbas me janë kontinierët e mbeturinave e mbrapa tyre një numër i konsiderueshëm i mbetjeve inerte që po bllokojnë edhe vetë trotuarin.
Përveç mbeturinave të zakonshme, problem serioz po konsiderohen edhe mbetjet inerte, si dyer, dritare, materiale ndërtimore, mobiljet vjetra, të cilat po hidhen në kontinjeret e dedikuara vetëm për mbeturina shtëpiake. Kjo situatë po e vështirëson ndjeshëm punën e ekipeve të pastrimit dhe po krijon pamje të pakëndshme në shumë zona të qytetit. Drejtori i kompanisë së pastrimit, Petri Treqica, ka folur për sfidat me cilat po përballen ekipet në terren, duke theksuar se hedhja e pakontrolluar e mbetjeve inerte po e bllokon kontinjerin dhe po e pamundson menaxhimin normal të mbeturinave. Kemi një problematikë sa i përket mbeturina vëllimore inerte, hidhen ilegalisht, nuk është vend i destinuar për to, edhe aq më shumë që i hedhin në brendësi të kontinjerëve dhe kjo përveç që pamundson punën tonë, i rrezikon edhe pajisjet tona me u shkatërru. Ne nuk jemi ligjërisht të obliguar mi largu ato mbeturina, po as nuk jemi edhe të kontraktuar. Jo vetëm në Prishtinë, por në 6 komunat ku jemi nuk kemi asnjë kontratë e cila na detyron ose na obligon. Mirë, por në Prishtinë jemi duke i largu, për shkak se volumi i tyre ka nisë me urrite dhe me pamundsuar dhe punën tonë në shërbim. Mirë, po në gjendjen ekzistuese e kemi një problematikë sepse deponinë të cilën e ka përcaktuar komuna është pezulluar me vendim të Ministrisë së Ambientit. Treqica ka treguar gjithashtu se kompania është duke ndërmarrë hapa konkret për të parandaluar këtë dukuri. Sipas tij po punohet në projekte të reja që synojnë ndarjen e mjeteve dhe shtimin e pikave grumbulluese. Ne jemi të punu me komunën e Prishtinës, ne jemi të e bo një plan të përbashkët, ne jemi të i rrit kapacitetet tona që në aktivitet besojmë kemi me rrit edhe kamion, numrin e kamionve, po mbi gjitha jemi të e prit edhe një projekt ku është një kërkesë edhe një dëshire përbashkët edhe jona dhe komunës, që ka të bëjmë me projektin që është ndikon në total 74 milion euro e që i parashe investime edhe kapitalin kamion të ri, edhe në kontinjer të ri, po mbi gjitha e parashe edhe sistemin e ndarjes dhe selektimit të mbeturinave. Ankesa për gjendjen dhe mbeturinat kanë edhe vetë qytetarët. Në lagjen Bregu i Diellit, banorët thonë se kontinjerët shpesh janë të bllokuar totalisht nga mbetjet inerte, duke e bërë të pamundur hedhje normale të mbeturinave të përditshme. Qysh ko se pengon mbeturina? Gjithë. Kjo është për turp. Duhet me marrë masa me njëherë. Mi dënu mirë këta që i qesin, ose mi mnu kamerat, mi zonë njerëzën mi dënu ka spaku 300-400 euro, ma nuk e qesin këtu, po e pagujnë dikan edhe qojnë ko veni. Nuk e di pse nuk gjenet një zgjidhje. Kjo s'është në rregull kështu, dhe nuk është në rregull as për qytetarëve me i pru këto. Po këto do të me pas një vend caktuar për Molane, jo që shto, se tash a me qitë mbeturin ata këto, ka uqa ta joga ta shka janë këto. Problemi me mbeturinat vazhdon prej kohësh në Prishtinë, ndërkohë pas ndryshimeve të fundit drejtorëve në sektorët përkatës të komunës, qytetarët mbeten pritjet veprimeve konkrete që institucionet komunale do të ndërmarrin për përmirësimin e situatës dhe menaxhimin efikas të mbetjeve në kryeqytet. Trajtojmë edhe një problem tjetër. Zvarritja e punimeve në autostradën Prishtinë-Gjilan dhe Ujbardh po shkakton shumë probleme për banorët e Verbicës së Zhegovcit, cilët ankohen për ndotjet e ambientit dhe dëmtimin e pronave bujqësore nga mjetet e rënda që punojnë në autostradë. Që nga viti 2018 ka filluar të punohet në autostradën e Gjilanit. Banorët thonë se kjo zvarritje ka krijuar probleme në lëvizje, qarkullim dhe zhvillimin e përditshëm të zonës. Po, kjo rrugë veç po shifët, probleme kemë sa të dush. Mas pari, kjo trase su këndesht hiq mu maru, e shifni ka në kanë shti, kjo 8 vjetë, me kacia me pas punu e dishka i shbo. Vinë 3 dit, 4 dit punojnë, sa përsuje faqe. Kur kanë para zgjedhje vdalin e bojnë një gjiro, si poshtë e rejthi, nashtë e keni pa rumullak, 2 muje diçka. Një rreth si janë gjendje me maru. Na jem banor të këti fshatit, unë përndryshi mirë na me bujqësi, jam regullisht të rrugën për shifni dhe vetë, katastrofë. Kjo autostrada po na vështërson shumë, edhe ne ka prish plus rrugën tonë që kena pas, edhe shumë po kem probleme me kere, po na prishin keret, edhe kanë zgjatë shumë, që 7 vjetë 8, ta është kur përfundoj nuk e di. Se përket autostradës qysh prej fillimit punëve prej vitit 2018, do mon o bon që 8 vite, në ka kriju shumë vështërsi si marsi, e kanë shkatru edhe marsien me punime, kompanit kanë qenë jo serioze, nuk e kanë kry punën efikase dhe
të rregullt. Tash edhe me ndalimin e punimit që ne si banorët të Malësisë nuk e dim arsyen pse e ndalu. O kone para puma për 3 vite më kryo autostrada. Kjo për na shkatron neve, po për na shkatron këtë Malësien, se unë besoj që ka mundësi këto punime më vazhdu edhe më kryo autostrada. Kemë vështërsi të përditshme, se ne bojmë edhe transportin e nxënësave, po dhe banorët këtuhit kanë vështërsi të mëdha. Edhe rrugët lokale që janë, i ka shkatru punimet në autostradë, edhe pjesën ku ka pas asfaltime, kemë të lashe. Vështërsi ka sa dush, rruga shumë e keqe, makinat për na prishin. Autostrada Prishtinë-Gjilan dhe Ujbardh është një ndër projektet infrastrukturore që ka pasur vonesa të shumta, duke mos përfunduar sipas afateve të premtuara fillestare. Në korrekt e vitit 2023, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte premtuar që kjo autostradë do të hapet në vitin 2023, por ende nuk është përfunduar. Kryetari i Gjilanit Alban Hyseni ka deklaruar se disa lote të autostradës kanë mbetur problematike për shkak të mungesës së studimeve gjeomekanike dhe nevojës për punë shtesë infrastrukturore. Nga ana tjetër, institucionet qeveritare kanë pohuar se mbi 70% e punimeve janë kryer dhe se po punohet në të gjitha lotet ekzistuese. Autostrada konsiderohet shumë e rëndësishme për rajonin e Anamoraves, sepse pritet të shkurtojë ndjeshëm kohën e udhëtimit mes Gjilanit dhe Prishtinës, si dhe të ndikojë në zhvillimin ekonomik dhe lidhjen me kufirin të dhe Ujbardh. Të dashur shikues, ky ishte materiali tërë që kemi përgatitur për ju në edicionin 21 Live News. Mirëmbëngjes.